Zonja dhe zotrinj, vazhdojmë me episodin ton të telefonatave, ky se ti linon nga Albanian Clothing Club, se na vjen vera tani, na duhen këto gjëra edhe produktet tona speciale për ju dhe miqtë tuaj të dashur. Vazhdojmë. Tema e sotshme janë lekët, me që e nisëm këtë debat edhe me të ftuarit tu në studio. Mari mirë, vazhdojmë me të parin. Alo? Pronto? Qa themo pronto? Ciao, bella. S'flas italisht unë të keqen. Come stai? Shqip. Se kemi temë të rëndësishme. Nuk flet italisht, ja? Nuk flas italisht unë. Po ç'ne, babin italian, s'ta kam mësuar italishtin? S'flasim italisht, vetëm shqip. Edhe Na se vesh ke tamam, se ti ke edhe theks në italisht qapo kot sikur e flet tamam. Edhe se ke pak rrajt italiane, nuk flet italisht, ja? Ku i ke marrë ti gjithë këto informacione? Po ti na ke tregu në Instagram se Na ke ndjekur. Po normal, di pasi puna jote i ndjekim na. Qa boti, me qa merresh? Jetë për zotin, ja, këtej. Vordall. Qa ke bot? Sa lek bon muaj? Muj 20.000 euro. 20.000 euro. Po ti? A do e kishe problem që i femër të bote më shumë lek se ty? Në një marrëdhënie? Jo, asë do i problemi. Nuk do ndihesh ai çik kështu si legen? Jo. Ai se ma i zoti ban ma lek. Po dalësh, Ban ma lek. po dalësh ti me atë thot ajo zemra ime paguaj unë sot. Pagjuj unë thot ajo, është edhe nga veriu. Pagujes. Pse mos pagujen? Nëse ka ma lek paguaj normal. Po çoku mua bësh të vje siklet fare. Pse me qenë ti nuk pranon, a? Qa s'pranoj unë re? Me të paguj darkën ty? Jo, me qenë pozicion të një femër tjetër që të më paguj dark, ti se pagon dashurit tanë për shembull. Edhe herë, rewind. Edhe herë, fjalin që the. Më prit 2 sekonda. Alo? Alo, qa bën? Hiq, sa lek bën muaj? Zbaja si lagë rëshjena për të bugës. Për zotin. Qa jelë zotin s'po ta bëj, po të thëmë. Me dal me i femër e me të pagujt ajo darkën, çdo herë që ti dela, ndihesh inferior? Da kuptom qa zhenje fugaralliku, mo për to, kumblat, s'kena arlagisht. Po mirë, gjo pyetjen tjetër se atë e mora vesh që s'ke lek. Po të them, të merresh me i femër që të paguajt darkën. Po. A e ke problem as e ke problem? Problem shumë të madh, po fugaralliku sa me bonë, se kena problem. Nuk e ke problem. Nuk ndihesh mashkull i legenos. Jo, fare. Qa thumë, o zemra? Ja të kemi mo lale, sa gotë boba më vdek pa video. Po në qofë se paguan qeran ajo për shembull? Më paguaj të sero në shtëpis, stri me sero, po nuk do isha vumë feder. Fare? Po pse rren më? Po ku je o shpirtin? Po jo në motra s'jam do të rejtër për gisht të nënës. Për gisht të nënës? Ape pa kamerë, ape pa kamerë. Nuk flas me kamerë se e kam siklet. Jo, dhe unë e kam siklet me falë me ty, kam shumë emocione me falë me kamerë, ma mirë flasim qështu. Po fol, qështu do flasim. Fol, Qa ke do një zonë? Qa ke bo ti? Alo? Si e? Mirë, qa bën ti? Veç për të mija. Sa lek bon muaj? Si? Sa lek bon muaj? Si lek bën muj? Sa lek bën në muaj? Sa lek gjeneron ti në muaj? Sa do? Sa bën? 200, 300, 500, maksimumi. 200-300 mijë lek? Po, maksimumi 500. Ku jeto ti që bo kaq? Unë të njëmë. Po ç'ne kaq pak ma? Po, aq bëj unë bëj vetë, a kupta? E marrë vesh, pse ato të tjera ti bëjnë dashnoret lek të tjera? Ja, i bëj vetë, edhe. Je pa punë do me thënë ideja. Jo, unë punoj, normal që punoj. Po qa punë e boti që ka jërë 200.000 lek, jërë 300.000 lek, jërë 500.000 lek? Unë thash, maksimum shkon 500 tash, no?
Me bakshishe? Pa bakshish. Pa bakshish. Po si ç'është ky fluctuation kështu? Po me kështu, do më thonë. Ha, Punoj me një kompani ha edhe i qi. kompjuter. Shqyr qënëzore. Po, do e kishe problem ti dilshim për darkë bashkë për shumë e të paguja unë? Kur ke qef si me dash, dio. Ore le kur, po të pyesi herë duhen bëhet pyetje tjerë, pastaj dalim konkluzion, po jo. Po, ore. Nuk do e kishe problem ti të paguja unë. Se kam problem. Po qa mashkulli jeti kështu që se ke problem? Si? Qa mashkulli jeti kështu që se ke problem? Si ishte kjo përgjigja? Ha, Mashkull, jam mashkull, po. shqyr. Më thuj një rast që një femër të ka kërkuar lek. As një, për bes. Po e kanë ditë që s'boj lek ti që, aro, prandaj s'kanë thonë, ka ardhë gjunaf. Jo, për të hodër, po. Nuk ju jap femrave lek unë se. Asjerë. Ja, farë. Veç që ka paguajt kafe, të me tha. Veç kafe, as na i dark jo. Wow, i darë këva kam thënë shumë me përqejt vetë, që ha lyp. S'ta kanë lyp ato ty, pas i ke dhe në darkën. Ha dhënë vetë. Po ti atyre, ja ke lyp? Jo, farë, As ti. farë. Do me thënë i ke nëzirë veç për dark për qef, pas i të lyp me. Veç përqejt, për zonë, asë një gjë tjetër, veç. Qa bën kot lirë ti? Si? Qa bën kot lirë? Kur gjë, rri. A do e kishe problem ta kishe gruan kurv? Jo, se tas nuk bëhet. E ke problem? Ka probleme ta. Po mirë, më mirë tjetë kurve mos ta di njeri, apo të mendojnë se është kurv, po s'është kurv? Ku të janë, se ti shkrejti. Po me gjithë njonën mendoje se ditë, një mendim e ka robi. Pe ka i mendim robi, po. Ha, I mendim e ka robi, po. po ti s'ke mendim. Që një se me thonë. Tën, zgjidh një pra. Okej, kam pyetje tjetër pra. Këtë e kemi kështu pyetje të hershme. E kam kështu shaka me i shokun tim. Po është pyetje serioze. Bandin, po. Prit ta mendoj qik. Alo? 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 Hëmo? Qa përë? Po si shumë e zgjate më burë. Jo, dhe sa hi një lyre. Si? Që hi një lyre. Qa gjuhë po flet më burë, ma thuj. Kam një pyetje për ty. Hajër. Shpejt do ta thuash. Ta mendoj, shpejta si farloj gjoje, duhem kalkulu gjonat. Allora, piki molla të muti, mutin e lash, mollën e hongra. Pi, edhe jerë. Piki molla të muti, mutin e lash, mollën e hongra. Qa është piki molla? Qa do me thëmë piki molla? Po. Ra, si thoni nga Shqipëria. Ra molla, ma thuj qik ndryshe. Ja, thuaj edhe një herë ti se e morë vesh. Ta them unë, do ti ta përsëris këtë që sa po the ti. Ra mollat e mutin e lash mollën e hongra. Jo, fara, si farloj, nuk e di unë ku do me dalë ti me këtë. Ja, është thjesht kurrë. Çao bën, e mirë. Mirë si e ti. Mirë, faleminderit. Sa lek bën ti në muaj? Tysh? Sa lek bën ti në muaj? Aq shumë sa më bën. Unë. Po e gjoj. Po ngrije zonin, mos e jeni dhe burra, mo, qa flisni skuqe, mo. Po ku ka burra ditë sot, vetëm burra. Ka fare, Po më nuk të kuptova fare, sa lek bën muaj ta. Po, sa lek bën në muaj?
Sa Po gjeneron? atë t'ja dalëm muajin ta kalojmë 10.000, 15.000 varet. 10.000, 15.000. Po mirë, nuk është për kali muaj, ky në gjendje. Do e kishe problem të bote i femër që ti merresh më shumë lek se sa boti? Varet. Ti paguta ajo darka të toshte lali mos e çaj karin fare na sa lek do. Si të kesh, jo. Nuk do e kishe problem. Jo, fare. Po si që shky mua bet shoqë se ke problem, se mu më po shumë për shtypje për shembull. Po pse ta kam problem? Se ajo të më paguajë të gjitha, pse ta kam problem? Po mirë, ti nuk do kishe shumë drejta për shembull, se do e kishte ajo gjithë autoritetin në marrëdhënie. Nuk do besoj ashtu. Do ta kisha lirin teme, po edhe... Se ajo pastaj me ton mbyllë gojën, nëse hap më gojën, ti zing direkte. Ajo më thon rrimë në kam, ti do të rrimë në kam. Po pra. 1 orë, 2 orë. Apo se ke problem, ti ke qef me të bë kështu numrash. Jo. Po jo, më fal. Ti jam i zoti vetës. Po pra ndaj me njën tash. Po nëse bjen diçka ashtu, okay, po ama jo, nuk e pranoj gjatë të tillë. A ke ndaj rast që je marrë me ndonjë me ndonjë materialiste e ke thonë nik se s'merrem me ty? Po ka shumë femna materialiste në kohën e sotit, po unë nuk mirëm fort. Po mirë, s'ka rastis në i rast shu që ta ka shpi fare në njona? Jo, për besë. Asnjëherë, do me thënë i ke qik qefti. Po nuk është më pëlqejnë materialistët, ama nuk më kanë rastis me pas femna materialistësh. Apo nështë nuk jenë treguar, nuk e di. Po për kurva ke pagujt në herë? Po me raste, po. Thjesht për me këqyr siç është, a kupton se jo që në gjë tjetër. Si që është, çfarë do me thënë kjo? Siç është, me ndru, që si të thojmë, për shembull nuk ka gjatë që baba, a kupton? E kuptoj. Po si është eksperienca të shkosh me i femër që e pagu edhe të shkosh me i femër që se pagu? Çfarë ndryshimi ka? Po ka ndryshim të madh, se si e pagun, për shembull shkon e kryen. Po pra, do me si e përjeton ti si mashkull këtë eksperiencë? Eksperiencën, që të them, nuk e di, me paguë nuk është që më pëlqen shumë, a kupton, po thjesht me bon si provë, okej. Kështu blitz, ama nuk është që më pëlqen fort, sepse është diçka pa lidhje. Okej, nuk e preferon? Jo, absolut jo. Po të paguta ajo ty? Ja, nuk më pëlqen fare ashtu. Prit 2 sekonda mendoj edhe i qik. Alo? Alo? Ha mo? Si kalove? Mirë, qa bën ti? Mirë, falenderit. Si e ti? Qa po bën? Hiç për zotit të shku për shtëpi. Te gruaja? Jo, s'jam i martuar. Me kë jeton ti? Vetëm. Pse gënjen? I vetmuar. Ulej qik zërin e muzikës. Zemra ime mos qe kështu duke bërë atë podcastin tën? Po. Oh. Ke frikë mos ta merr vesh gruaja? Për zotin po. Okej, hajt, në merr pastaj. Kur? O, që na ka gjetë. Do të morë për pak, thot njoni, se jam me plakën. O, që loti. Alo. Kjo më bëdet. Qa po bën? Mirë, që bën dhe? E hitë shtu net. Ha, qa thujnë? Kush? Qa thujnë, do thonë, qa thuhet? A, qa thuhet, thash mos ishte naj grup shoqëror që kishin naj gjo me më thonë. Jo, mos isha asë gjamë të tamë dhe shëtëra më thonë që je shumë e mirë. A, shumë falimderit. Më ndjek? Po, shështë në ndjek më dhe bëdet. Po, më ndjek edhe nga afer. Jo, ti. Nga afer ku? Si, jena plan durës më bërnesh. Ha, ku këshu? Po, jena plan durës, po ti me kesh është një tjetër. Si, unë live qa? Jena plan durës, po thamë. Po, ndoshta më ke pa ti, a kupto se se... Po, unë kam pa pra normale, se ti të shohin shumë veta, po tash ti bjen në sy më bëdet. E ku ishte kjo kur, si që është tek? Pa, Durrës të ato lokale tani nuk e di me emra si quhen ato lokale. Me kë isha unë? Po di unë me shok tonë. Pse rren?
Nuk prej hiç. Ke qenë me shotani, kena qenë duke kërcyrë. Kena qenë të kërcy kush në dy? Jo, ne di, unë kam qenë punë time mu, dhe të punë tane. Vetëm du me të hanë që bjenë në sy shumë. Po pse serdhe me fol ti? Po nuk e di si dhe kisha kërpru ti. Po leje qa bëj unë, ti qa bëj me veten tate, unë puna ime, ti puna jote. Okej, kujta shove erën tjetër pra do vi. Po na kape mo tash herën tjetër, unë do iki në Amerikë, që ki mua bet shumë, mund t'ishim martu der tash. Qa thot ja, nëse kena kohë prapë më në Jo, më unë do iki tash, vaj lesht. Për zotin. Po do iki unë tash jo, bur. Po kur do kjo, do kthehesh prapë më përnesh? Verën, shumë Po do kthehem unë, po unë në Amerika, kupto, do më shkoj me një mu të ty. Për zotin, kur më takosh mu të shkoj me dhe gjithmonë pas të mundi. Jo, ti, pse kështu? Për, thot është se kështu, ashtu më nesh? Po mirë më jep 3 gjona që ke ti që bu do më rri kamenjat e ty. Okej. Ha. Po, kur do vish në durës prapë ti? Fol, bona i pyetje, mos më devijo pyetjet. Po ti hap si për si më votët më mirë Davelin? A the pse s'merë dhe të Unë du me i diti herë këtu, pastaj shofi me bojmë. Je shumë e mirë. Ore Je intriguse. Ore ti për veten tate, jo unë, dhe di unë qa jam. Ti qa ke ti që do më rrimu menjat e ty? Qa ke ndryshe ti? Ti që me thonë, dhe që do me thonë? Po ti kur e bëj deklarata, kupto, duhet kesh në i fakt mbrapa asaj që thu. A dhe fundesh interneta? Po. Për zotit. Po. Okej, fundes dhe shohë jetë prit me padurim të shohë komentet sa të bëhet aty. Nami zi. Për nami ka më va, 100%. Kur do kthehesh të Amerika dhe? Vonë, shumë vonë. Do rrica muj. Do na lesh vetëm anë ka si quhet ato lokale tani ja bësh. Ha, cilat lokale më? Ma çaj kanë. Sepita. Kush më? So unë vi 10 ditë më do të vi 10 ditë bëj qef tani edhe kthej. Hajde, të pres në aeroport. Për zotin. Po. A ta paguaj unë biletën? Po, për zotin, ma që paguaj të mirë dhe e bëjsha. S'to e kisha problem. Jo, për zotin, vetëm në paguaj në i shishe dhe dusha ne, këtë vi. Po vjet tash me ta thoni që ku po m'vjen gjynaf me rob shtëpia se folë mirë po. Ti do ma bësh ti do pse o çka ke? Po me këtë që thuaj që paguje biletën, a kupton, me thonë edhe ktheu pastaj edhe jepi drejtim. Po të shti a the do ta paguaj. Ma paguaj, çfarë më Po thon? mirë, si se ke problem ti për shkakun. Po me ti paguaj të gjitha, e zëm do e kishe problem? Ti ishim lidhë në bashkë, ti paguja unë gjitha. Tosha mos e qa kokën. Kur më kam paguajt në erë mua, vetëm që kam paguajt për femna, me qa feti. A shu, e? Po qa? Do e kishe problem, do me thënë. Do e kisha, normale, më shpun këti me mba me biletën. Pa vjen ma beti ashtu, edhe të them po ty. Okej, pyetje tjetër. Po. Më mirë ta kesh dashurën kurv dhe mos ta di njëri, apo të mendojnë rob se është kurv, po në fakt nuk është? Mendojnë rob se është kurv. Që këtë çuni emancipum. Po. Halal, ta bovë zotit. Te ku jetë është, jenë durës apo jetë tonë? Aty ku më ke pa ti jam. Ty për zotin. Për zotin. Po mirë se vetë për një javë do vi i poshtë, se nuk jam aty. Okej, unë këtu do të pres. Do ta tregoj. A do ta regjistrosh numrin tim apo do më utall dhe ashtu sigur tallesh ti me ato çuna atje? Nuk e di, do ta mendoj se interesant çeka. Okej, në rregull. Po më dhe më interesant kur të më shohësh. Okej, e flas. 100% ku takona. Kena mjas. Si fytyr? 1,000,000%. Ne. Ma çoj foto herë. Okej, rrej. Ha. Ciao. Po, repot. Alo. Alo. Po, kush është? Ti më kishe marrë mu. Po, Rena jeti? Po. S'ma përre dhe mundia, s'mu besohet.
Të besohet tani? Tani po më besohet. Shqyr. Brenda 2 sekondave shikon qa mrekullisht ndodhin? Ndodhin. Me lë. Ndodhin shumë. Qa po bën? Qa bëj në shtëpi? Ku jeton ti? Unë për momentin jam në Vlorë. Jem Vlorë, jeton Vlorë. Po. Sa lek boti? Si? Sa lek bën muaj? Aty t'ja njeshja. Okej. Do e kishe problem të lidheshe me një femër që pagu për ty? Paguaj për mua, paguaj për fëmë, sa paguaj fëmë për mua. Po mira, do e kishe problem apo jo? Paguaj unë për femrën, thot. Jo, se kisha problem. Fare, ti pagu të ajo të gjitha. Në fakt, mashkulli do të tërkua që i gentleman rreth parë. Po okej, shife, mendoje tamam edhe ma jep cila është përgjigja. Dhe di jam dilem. Zgjidh një. Pago zgjata të parë gjithë ti. Që të paguja jo? Po. Çdo gjë. Jo çdo gjë, gjys për gjys. Gjys për gjys, stil amerikan. Po, stil amerikan. Po s'do i vej do të rregullat pastaj ti siç do ti. Po në fakt, edhe më shkoj do vë ca rregulla. Po si vë do ti kur nuk bë atë që duhet me bë. Po si për shumë, do vë rregulla jo, qa rregullash për shumë? Ore, po të rregullat i di ti. Po rregullat i di unë. Po. Tash ato rregulla që do ti, zvijen dot, a kupton? Po, Se bëhen kompromisa të tjerë pastaj. është drejt. Kështu që si i bie. Shumë që të di qa mendimi t'ja. Qa mendon për femrat që thonë s'lidhe me një person që s'ka lek? S'ka vlerë për mua. Si? S'ka vlerë. Pse? Qa lëk? Lëk njeri u mund të ketë, mund mos ketë, varë si e ka pjeta. Po ndoshta ajo s'do me boj jetë më të mirë, a kupton? Nëse do të bëjet më të mirë, të vazhdoj jetën e më jetë më të mirë. Po pse s'ka vlerë ajo se do jetë më të mirë? Po sepse kërkon luksin. Be qa problemi ka të kërkosh luksin? Po ja, tani me këto kora do kushtoj qik, normale. Okej. Kështu që ku qëndron problemi? Për shembull ti me 1.000 euro në muaj, e jep do të luks një femrët? Me 1.000, se e bot. Okej. Do me thënë kush ka net me ty, të ka dash ty për atë që je. S'ja bot mendim dhe kjo përgjigje. Pse jo? S'ta e bot mendim, kërkojnë më shumë. Se njëshje. Femrat. Po. Ti mendon se kanë drejt apo jo? Ka dhe pak drejt. Po si i bëhet tashi, bëjmë i plan që ti të bësh më shumë lek në muaj. Po në dytë pasaj. Dhe kjo është gjithje. Duhet i punë e dytë. Po, normale. Prit 2 sekonda të lutem. Alo? Sa ha bushi që... Ha, moti. Po s'kisha vale i djef sharacën. Po pse ku ishe? Po isha me pushim, abur. Erdha. Erdha. A ti bona gati. Si? Bona gati, edhe. Qa bune gati? Ata që më the. Qa thash? Arove në shidi. Po, më thuj qa thash? The dy gjëra. Ha. Një basë të bëme. Si? Një basë të kujtohet. Ha, ma thuj qa më bo lojra fjallësh, fol. Rrypat dhe rrypat. Rypat, thash unë ty të bësh gati rypat. Po, Kur këshu në qa ore? kur s'ta hapa. Si? Kur s'kishe val. Kur s'kisha val ta thash këtë. Pas ka qenë kërkesë shumë interesante. Tash me qa merresh ti, qa bë? Kush je? O, nga telefoni i ke këto, se se kam dje këto, unë po. Si nga telefoni i kam unë këto, qa do me thënë kjo? Kjo kush je nga të... Qa do Po me thënë kjo? registron apo jo, valla. Po, vlla. E ke problem ti? Po, valla. Pse?
Nifet zëri. Po tash. Ha, mos u emociono. Jo, është të çfarë. Po qa halli ke pra? Po atë po të pyesëlla, çfarë duhet të them këtë çaj? Sa lek bon muj? Po varet apo 10, 30 dhe minus. Do me thënë nuk merresh me punë pastra. Jo. Si jo. Po jo pas merrem tonë. Po merr frymë. Jam në shumë e mishtuar apo ka për të operim. Çe ke keq, mblidhe veten merr prap. Alo? Hey. O, bote. Hey. A me qa bënë si e? Mirë, qa bën ti? Mirë, drita. A i të bënë e gjërë emisiona? Po, shpirt. Ta, unë sa zemë, në kjeti si jam, apo të ta them. Kotë shkujta për qep, të mora. Mirë, ja bone, qa po bën ti? Mirë, më zemë jakte nga Italia, më marë catit pushime. Mirë, ja bone, ta bëj temën e ditës unë ty me që more. Boje, mos e rroj lapecin. Oke, tashi, tema ditës janë lekët. Lekët, Po, dineros. dinero. A mendon ti që është problem të bëj femra më shumë lek se një mashkull? Jo, më zemra, ku ka më mirë të bëj femra më shumë lek? Po problemi është se ku ka femra më shumë lek se pjerdh mashkullin. E përdor si një qenë të vogël. Ti do ta kishe problem? Po sigurisht që po. Do e kishe problem. Po ta vesh re gjithë femrat që kanë lek, gjithmonë të dashnor, nuk kanë kur të dashur. Vetëm dashnor Janë që ti. self-made, ë? Po, janë self-made. Do me- Që kanë lek të dashnore dhe duken si ku i kanë vetat është se tjetër. Do me thënë e ardhmja ime është vetëm me dashnora, se unë veti Zemra, boj ku ka më lekët. mirë të kesh lek, të pagush tjetrin të vi aty. Të strisa don tjetër ti tush pastaj ikta një legetë, ja. Ikse na qave trapin, të bësh edhe tërti me robë shpia. Po, shumë e drejt. Po që ka është një film, do ta kuptosh për çfarë kam fjalën, është All the Queen's Men. Është seriali. Do ta kesh parë me shumë mundësi. Ka të bëj shumë me këtë. Shoh fare seriale për kokë time. Okej, prit ta bëj pyetje tjetër. Thank you, baby. A mendon që më mirë kurv dhe mos ta di njeri, apo mendojnë gjithë se është kurv dhe në të vërtet nuk është? Them drejtën, më mirë të jesh kurv dhe mos ta di njeri, se në fund ditës i bën çdo gjë shqetësi, se po ta din, është ajo më mirë sill se sa nomi. Ore, them për dashurën, na kupton, me pasi dashur dhe kë do zgjidhje ti, kë veti, nga këto dyja, te ajo, si i bi, a e kupton që po them? Kurva, ti jetë kurva, jo të bëjnë si e tjilë. Okej. Do me thënë, mendojnë... E do përgjigjem pse? Ha, Se nuk ke nevojë ta mësosh të zemra. e marrë E vesh. ke all service in one. Po s'do e kishe problem ti për shembull që shoku jot për shembull mund të ketë qenë me të ose kështu. Të gjithë ndodh, plan shumë e vogël me këtë në Shqipërisë. A kuptoj. Okej, mirë. Prit shoh. Ka ndodhur për shembull të kesh dalë me nej materialiste? Alo? Iku vala. Po e mbajmë këtë kapitull shumë të shkurtër që edhe ju ta ambientoheni pak me këto telefonatat edhe pastaj t'i klikoni kur të doni, po ta fillojmë kështu një herë dhe jeni shumë të mirë, më ndiqni në episodin tjetër.